dhe tek çfarë duhet u japim ne shqiptarëve në këto zgjedhje, është shumë e thjeshtë për mua. Në këto zgjedhje, ne duhet u japim shqiptarëve partinë më të vjetër në eksperiencë dhe partinë më të re në energji. Nuk ka parti të reja që mund të bëjnë 100-ën e asaj që bëjmë dhe mund të bëjmë ne si një forcë e re. Sepse nuk mjafton të kesh një altoparlant edhe vetëm të shash dhe të denigrosh dhe të protestosh duke u bazuar tek gjysmë të vërtetat që në thelb janë gënjeshtat më të mëdha për të marrë përgjegjësi qeverisëse. Sot që mund ta shoh këtë nga eksperienca e gjithë këtyre viteve, them me vete çfarë kurajoje e pa imagjinueshme të jesh pa eksperiencë dhe të duhesh të udhëheqësh vendin, kur kujtoj veten time shumë vite përpara se sa të bëhesha kryeminist. Kështu që sot ne kemi një eksperiencë që nuk e ka asnjë parti politike, që është gjëja që quhet garanci,